sot nuk është koha për partinë, sot është koha për Shqipërinë. Ka një kohë për partinë, ka dhe një kohë për Shqipërinë. Na duhet masivisht kundër Edi Ramës, i cili është një njeri që trëmbet nga 2 çadra të vogla. Trëmbet nga 2 çadra të vogla, imagjinoni këtu të bëhen mira njerëz të cilët rrinë me qindra dhe të ngrihen 10 dhe qindra çadra. Dhe t'i rrinë poshtë zyrës, dhe ta rrethojnë, dhe t'i bëjnë thirrje e gjithë vendit të çohet masivisht kundër tij, për të bllokuar gjithë sektorët e jetës, përveç atyre që janë të një rëndësie strategjike siç mund jenë zjarr fikse të aeroportit të Atëherë, për ta ndalur këtë njeri. Ti, do me thënë, thua rreth flamurit kombëtar, të përbashkuar me një dëshirë, me një qëllim, me hymnin e flamurit. Absolutisht po. Me këtë këngë dhe me Absolutisht po. Nuk e çan mendere njeri fare për këtë punë. Dëgjoj mua. A mund bashkoheni ju o zotëri me njëri tjetrin dhe t'i merrni 100 flamuj që kanë shqiptarët, 1000 flamuj që kanë, se ka secili flamur. Për shembull, edhe Partia Demokratike të pranon vetëm flamurin e Amerikës. Edhe ti, ndoshta vetëm flamur, ndoshta edhe sa pranojnë dhe flamurin kombëtar, se vonë kemi bërë këtë flamurin që kemi sjell. Tani, unë kam idenë që ju po e fshini këtë mo zotëri. Idenë e bashkimit, se unë edhe të tjerë t'i tres këtu, se ty s'ka mundësi tani tres vetëm nga aty, po partitë e reja të tjera dhe thonë jo, me Sali Berishën nuk bashkojnë. Mirë po tani, Sali Berisha jo, me Akronshen jo, ti, ose tjetri me Qori me këtë jo, ky me këtë jo, atëre si i bet, se ju s'kinjas, ju tani, pavarësisht skandaleve me këtë gjendje të mëdha të qeverisë, ju nuk masivitet fare. Ju jeni shumë pak njerëz aty dhe Edi Rama tallet të pastaj. Thotë, ama këta më kaq, dërgon atë ai, ta lëshon dhe qëllimisht atë mbrapa kokës të dritave çash ajo që të hodhën ty. Se me atë, ai është sot ai darkë edhe të pinoj gotë verë, të bëjmë mirë, se me atë histori nuk shkon aq lehtë ajo, nuk është aq e thjeshtë, po nejse. Cilën histori? O zotri, po nuk jam njeri pa njeri ore, pse ç'kujton ti? Po tani, dakord, më dakord. Tashi, njeri pa njeri çdo më thon, pra kush është njeriu tjetër që mbështet? Jo. Ose organizata tjetër që mbështet? Janë mbrapa kokës, po thot. O zotri, nuk mundet të vi mua policia e shtetit si band, edhe të më rrezikoj jetën, ndërkohë që jam duke protestuar si njeri i lirë, s'bëj asnjë krim, dhe të trajtohet sigurisht thjesht një çështje kështu kalimtare. Mban përgjegjësi Edi Rama dhe familja e tij drejt për drejt zotri, po më ndodhi gjë mua po të them. Ore pres se e kupton ti këtë tani. Se nuk ja ka bosh, as nëna ime, as babai im, as unë. Se në mënyrë demokratike u largua iti. Zoti Zogaj për një analizë që unë e vlerësoj edhe nuk është e gabuar me të drejtën, ka shumë element të vërtetë brenda, po ato nuk e përjashtojnë këtë që po bëjmë ne, sepse ne këtu në fakt kemi dalë eksaktësisht kur bëj presion ndaj gjykatës kushtetuese. Ne këtu kemi dalë në mbështetje të fakut. Ne këtu kemi dalë për të bërë atë që thot zoti Zogaj, që njerëzit motivohen dhe të mos mendojnë që duhet të na e sjellin të gjithë gjën gati, se ashtu nuk ndodh ajo. Jo, njerëzit duhet motivohen dhe duhet të dalin dhe duhet ta kërkojnë dhe duhet të luftojnë për ndryshimin. Pastaj sa qysh tek kjo është tjetër punë. Këtu me mua është dhe një aktiviste e jashtëzakonshme, Alida Oheshi, e cila do të thotë dy fjalë. Artistja, patjetër. Prej ditësh. Një ndër problemet tona është se kemi më shumë analistë se aktivistë. Ne impim njerëzit duke qëndruar për studio televizive dhe duke i thënë çka ka vendosur Amerika për Ramën. Ajo që secili intelektual i Shqipërisë duhet jetë të sanksionte, është njerëz çohuni, protestoni se këta po na vjedhin jetën. Këta kanë qindra miliona euro në llogaritë e tyre, ndërkohë që ne jetojmë varfëri. Kjo do të ishte ajo që çdo intelektual i Shqipërisë do duhet t'ju thonte sot njerëzve. Jo çka ka vendosur Amerika për ne, po çka do vendosim ne për fatin ton. Se të prezantojmë vajzët, të prezantojmë çfarë arti e ushtroni? Unë jam Arilda Leshi, jam aktiviste, jam pjesëtare e Shqipëria Bëhet. Prej disa ditësh qëndroj bashkë me grupin këtu para kryeministrisë. Faleminderit shumë. Falenderoj shumë. Faleminderit zoti Rakipi.
Ne do të jemi në lidhje vazhdimisht aty, Tu jam unë. aty e, pa tjetër. Falenderoj shumë dhe do të komunikojmë. Hajde. Ndahemi me zotin Labaj. Kemi dhe një çështje tjetër që është po shumë e rëndësishme. Berisha i ka intensifikuar sulmin tani për rrëzimin e Ramës. Orët e fundit, 24 orët e fundit, fill pas vitit 3, sa po mbaroj nga në gjerit e gjitha këto pret shiben, ritualet e vitit 3, është shpejtuar. Ja le të ndjekim sinkron që të hymë në atmosfera dhe të diskutojmë dhe pak këtu dhe të ikim dhe nërën për shpit tona pasë. Shembja e parë, dominoja e parë e shembjes së kryer narkoregjimeve ra në Venezuelë. Tjetra do të jenë në Kolumbi, tjetra do të vinë në Shqipëri. Rama nuk ka shpëtim. Kam kaq kohë që po kërkoja të pyetun orbital, po nuk po e gjej. Nuk po e gjej se kam paguajt vet. E kuptoni apo jo? Sot në Shqipëri gjen, domethënë, njeriu po ta studiojë kështu si filozofi, mot mytin buot të filozofia nuk e shpjegon dot. Ushtria amerikane, qeveria e Shteteve të Bashkuara në një operacion më të përsosurin në histori, arrestuan dhe nxorën sot para gjyqit Ramaduron e Venezuelës. Pse ky është Ramaduro? Sepse ky, një lloj si Maduro, ka shtuar zgjedhje të farsë elektorale, mandatet e tij qëndrojnë mbi krimin, ka marrë mandatet opozitës. Ky është një lloj si Maduro, sepse ky është i lidhur direkt me kartelet më të fuqishme të drogës në Europë. Natyrisht, do t'i them këtu se ne nuk presim që forcat Delta të zbarkojnë në Surrel, se do zbarkojnë Deltat tonë. Ja ku i kemi Deltat që do zbarkojnë në Surrel. Ja këtu i ke Deltat rrallë. Ta Delta që ke këtu përpara pritin Surrel sa po të marrin urdhrin. Atje do i kesh. Pra, preç nga foltoria sot me ishtim. Pastaj unë. Do më lëshma, e mirë, dakor. Fillosh e tani, se të duke shukur për e pushim. Për një opozit seriozit. Ka 500.000 vota mbrapa edhe kemi të bëjmë me gjithmonë me një tubim i cili pambarësisht nga mënyra se si është zgjedhur, përfaqëson diçka. Është një eksperiencë që e çadrave që është bërë nga PS-ja në fillim, pastaj u bë nga Lulbasha, dhe tashti Berisha ka zgjedhur mënyrën e foltores në një farë mënyrë për të mbajtur të karikuar elektoratin e vetë. Mos harrojmë që jemi vetëm 6 muaj, 7 muaj mbas zgjedhjeve, ku u humbën zgjedhjet, dhe është pak e vështirë në mandatin e 4 të mbash të bashkuar njerëzit, të mbash të unifikuar njerëzit.